Policia bashkiake nuk reagon edhe pse çdo ditë i shikon këto pamje. Zaptimi i trotuarve nga bizneset është një fenomen shqetësues që po ndodh dhe rëndom së fundmi në Vlorë, në tolerimin e padiskutuar të policisë bashkiake. Situata është e tillë sidomos në zonën bregdetare të qytetit. Qytetarët por edhe turistët janë të detyruar të kalojnë mes produkteve që tregtojnë këto biznese. Askush nuk mund ta thotë se bizneset paguajnë taksa dhe detyrime për këtë hapësirë, që kanë zbatuar pasi është jashtë çdo logjike që të jepet një leje e tillë, duke zaptuar hapësirat publike. Si kundër ndiqnin në trotuarin dedikuar për këmbësorët, këta të fundit janë të detyruar të kalojnë mes shumë vështirësive për shkak të zëdhjes së kësaj hapësire nga bizneset. Këto të fundit nuk kanë faj, pasi gjejnë e bëjnë, por është policia bashkiake ajo që nuk funksionon, nuk zbaton detyrën në rastin konkret. Tavolina dhe karige, e deri te arka me fruta perimesh, roba e po ashtu deri te artikuj të plazheve, të ekspozuar në trotuar e në zonën publike. Një situatë e tillë është shqetësuese jo vetëm në zonat bregdetare, por edhe në zonat të tjera të qytetit. Policia bashkiake duhet të zgjohet nga gjumi që e ka zënë prej kohësh e t'i kthejë detyrës, të hapë syt e të mos lejoj zaptimin e trotuarve dhe shesheve publik, të cilat jo vetëm sjellin mungesën e aksesueshmërisë së qytetarëve në rrugët e qytetit, por shkelje flagrante të drejtave dhe normave ligjore.